shoqatën e re të turizmit mjekësor të Shqipërisë, e cila menjëherë pas krijimit të saj vrapoi me 300 orë për të krijuar një summit dhe nuk është kaq e thjeshtë në fakt që të organizosh kaq shpejt një summit të turizmit dhe mbi të gjitha një summit të profilizuar të turizmit shëndetësor, sepse të organizosh një summit të turizmit të përgjithshëm, besoj se është më e thjeshtë për shkak se sektori i turizmit në Shqipëri tani është mjaftueshëm i fuqishëm për të gjetur element të vlefshëm për të krijuar një summit me vlera. Biznesi ka shumë interes, për sa i përket të ketë masa ekstreme sigurie dhe nuk certifikohen hotelet nëse nuk i kalon të gjitha ato fazat që diskutuam bashkërisht, do të qoftë dhe pjesa e zjarrtisëve, pjesa ushqimore, të gjitha, sepse ne çdo fillim sezoni e kemi domethënë që vijnë kontrollet, certifikohen, ricertifikohen çdo vit për të gjitha ato gjëra që themi, për sa i përket sigurisë. Ne po pyesë vetëm në fundit në mas Eurostat, nuk po marr shifrat e Eurostatit se po janë afro. Pra ne kemi 500 euro për turizëm në vit. Kosova ka 840 euro për turistë. Do doja që ushqimit i vendosim atë theksin primar dhe mikpritjes, sepse shumë mirë që turistët po na vinë nëpërmjet turizmit mjekësor apo turizmit thjesht, turizmit bregdetar apo malor, por si do t'i mbajmë të turistë? Dhe mendoj që pika jonë e fortë është gastronomia dhe mikpritja. Në fakt, turizmi prandaj është i bukur se ka shumë ngjyra edhe shumë shije, dhe ajo që unë do thosha për ta përmbyllur, ju të sektorit të mjekësisë dhe të shëndetësisë jeni me fat, sepse ngjyra juaj që ju përfaqëson është edhe ngjyra e turizmit. Domethënë kjo ngjyra smeralda apo turkeze është edhe ngjyra e turizmit, e detit, e qiellit dhe